Përshëndetje të gjithëve, po fillojmë lajmet orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Presidenti FIFA-s Gianni Infantino është dekoruar nga presidentja Vjosa Osmani me medalje presidenciale për zhvillimin e futbollit dhe afirmimin e vendit tonë në arenën ndërkombëtare. Pas pranimit të dekoratës, Infantino tha se medaljen ja dedikoi legjendës së futbollit kosovar Fadil Vokri. Përderisa gjatë fjalimit ai ftoi të gjithë lojtarët e kombëtare së Kosovës, për cilët tha se po ja dëshmojnë fuqishëm të gjithë botës se kush është Kosova. I nderuar president Infantino, gjithmonë do ta kujtojmë që keni qenë pranë nesh në këto momente historike. Ti ke besuar tek ne dhe fuqinë e futbollit në një kohë që besimi kërkonte guxim. FIFA është një familje vërtet e kombeve. Për Kosovën, kjo ka kuptim të madh. Ju u keni ndihmuar lojtarëve ta mbajnë fanellën tonë dhe të konkurrojnë me të tjerët. Faleminderit Infantino që keni qenë mik i Kosovës. Ju keni festuar me ne, qëndruar pranë nesh. Futbolli na ka mësuar se fitoria nuk ka të bëjë vetëm me rezultatin, por punën në ekip, që pavarësisht sa e vështirë është ndeshja, duhet vazhduar përpara. Është një nder i madh, kënaqësi, emocion që të jem këtu në shtëpinë time në Kosovë. Ta pranoj këtë medalje të madhe nga ju, mikesha ime Vjosa. Kosova dhe Prishtina sot është kryeqyteti i botës apo jo, i botës së futbollit. Por futbolli është gjëja më e rëndësishme në botë, prandaj është kryeqyteti i botës. Është emocion i madh që po flas anglisht, sepse shqipën nuk e kam në nivel që duhet të jetë. Por në 10 vjetorin do ta mësoj. Dua t'ia dedikoj këtë medalje Fadil Vokrit. Fadil Vokrit dhe të gjithë popullit të Kosovës, brenda dhe jashtë. Futbolli është ai që i bashkon vendet dhe i bën fëmijët të ëndrojnë dhe shpresojnë për të ardhmen e tyre. A mund t'i shkel protokollet? A mund t'i ju kërkoj futbollistëve të na bashkohen? Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani priti general majorin Oskan Ulutash pas marrjes së detyrës së komandantit të KFOR-it. Ajo e uroi për rikthimin në Kosovë dhe ritheksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë për paqen dhe sigurinë në vend dhe rajon. Gjatë takimit u diskutuan zhvillimet në fushën e sigurisë, duke përfshirë kërcënimet nga Serbia dhe përdorimin e dronëve, ndërsa Osmani theksoi nevojën për koordinim të ngushtë të KFOR-it me institucionet vendore për parandalimin e veprimeve destabilizuese. Komandantin e KFOR-it e ka takuar edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, ku kanë diskutuar për zhvillimet aktuale me theks mbi situatën e sigurisë dhe për rëndësinë e bashkëveprimit dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të sigurisë të vendit dhe të misionit të NATO-s në Kosovë. Ka dështuar seanca e shqyrtimit fillestar për keqpërdorim të detyrës zyrtare ndaj Faruk Mujkës dhe Hysen Muzliukajt. Në këtë seancë munguan edhe avokatët e të akuzuarve. Gjyqtarja Violeta Namani Hajra e ka caktuar seancën për 20 tetor. Dhe për sigurimin e prezencave të tyre në këtë çështje penale do të veprohet konform rregullave të procedurës penale. Nëse është e nevojshme do të çohet edhe urdhëresë për sjellje me shoqërim ndaj të njëjtë. Dërsa sa i përket të mbrojtësit Xhafer Tahiri, njëjti ka arsyetuar mungesën e sotme për këtë seancë, dërsa sa i përket mbrojtësit Ahmet Tahiri, i njëjti deri më tani nuk ka ofruar gjykatës ndonjë proces verbal apo dëshmi që i njëjti në të njëjtën kohë në një seancë tjetër në këtë gjykatë. Kështu që seanca sotme përfiton, seanca e ardhshme caktohet me datë, si datë vetëm e mundshme, prokurori e kim datën 20 tetor. Në ora 9, me qenë se zakonisht po ka dhe seanca 9:30, kom planifikuar që njëjta seancë të caktuar në ora 9. A jeni lidhur me 20 drejtit. Kështu që palit prezent njofton me proces verbal që do t'ju shërbejnë në vend të ftesave të rregullta, ndërsa për të lartë sekurit do të veprohet si që ceka edhe më lartë. Ekonomia e Kosovës ka shënuar ngadalësim në fillim të vitit 2025, duke rënë nga 4.4% në vitin 2024 në 3.6%,
në 3 mujorin e parë të këtij viti, thuhet në raportin e fundit të Bankës Botërore. Raporti thekson rikthimin e inflacionit për shkak të çmimeve më të larta të energjisë dhe ushqimeve, si dhe rënjën e konsumit të familjeve dhe të investimeve të huaja. Kryeministri në detyrë Albin Kurti thotë se ekonomia e Kosovës mbetet e qëndrueshme. Në vitet e fundit, mesatari rritjes ekonomike ka qenë 6%, parën asnjëherë nën 4%. Në qerekun e dytë, si vjetë është 4,58%. Dhe më thonë, edhe më tutje nuk bim nën 4%. Ta shohim tash si do tjetë raporti për qerekun e tretë si vjetë. Po drejt tash është mirë. Raportet ndërkombëtare neve na përgatisin edhe më shumë, por natyrisht që për tash shifrat tregojnë se nuk ka vend për brengosje. E para se të flasë për raportin e Bankës Botërore, Kurti dhe Ministria në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli e kanë vizituar termocentralin Kosova B pas përfundimit të punimeve në rehabilitimin e njësisë B2 të këtij termocentrali. Kurti tha se eficienca e sistemit është përmirësuar ndjeshëm fal teknologjisë së re dhe modernizimit të turbinës, që tani garanton prodhim më të madh me konsum më të ulët të energjisë së brendshme. Projekti u realizua në bashkëpunim të ngushtë me kompaninë prestigjioze General Electric dhe me përfshirjen e ekspertëve vendor të Kekut, ndërsa u tha se investimet të ngjashme do të bëhen edhe në blokun 1 gjatë vitit të ardhshëm. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pasur edhe një aktivitet para se ta vizitojë termocentralin Kosova B. 198 ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme, kanë nënshkruar marrëveshjen përfituese nga Ministria e Ndërmarrësisë përmes 3 skemave të granteve të Agjencisë për Investime dhe për krajen e ndërmarrjeve në Kosovë, Kiesa. E këto 198 ndërmarrje mikro të vogla dhe të mesme janë përfituese nga 3 skema të granteve nga Kiesa. E para është skema e granteve për mbështetje ndërmarrjeve prodhuese me potencial për eksport, për blerjen e makinerive prodhuese, 129 ndërmarrje përfituese me vlerë financiare prej 7.3 milion euro. Qëllimi i kësaj skeme mbështetëse është për zgjerimin e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese në sektorët prioritar industrial dhe rritjen e konkurrueshmërisë së tyre me produkte me vlerë për tregun ndërkombëtar. E dyta është skema e granteve në mbështetje të ndërmarrjeve që operojnë në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Janë 42 ndërmarrje përfituese me vlerë prej 1 milion euro. Përmes kësaj skeme mbështetëse, po ndihmojmë ndërmarrjeve që paraqesin propozime për krijimin e produkteve të reja, apo zhvillimin dhe përmirësimin e produkteve ekzistuese me fokus në rritjen e mundësive për eksport. Dhe e treta është skema e granteve për certifikimin e produkteve, janë gjithsej 27 biznese përfituese me vlerë prej 600.000 euro. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë mbetet e përkushtuar në përkrahjen e vazhdueshme të ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme dhe ndërmarrjeve dhe start-up në Kosovë. Së bashku me ju, mbështetje nga qeveria, nga partnerët mbështetës për zhvillim, ne synojmë rritjen ekonomike të barabartë dhe forcimin e ekosistemeve të inovacionit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se më 11 tetor përfundon periudha e votimit jashtë Kosovës për shtetasit e Kosovës, të cilët janë regjistruar për të votuar përmes postës në zgjedhjet lokale për kryetarë të komunave dhe për kuvende komunale. Kjo periudhë, e cila ka filluar më 17 shtator, vlen vetëm për rreth 44.000 shtetasit që janë regjistruar suksesshëm si votues jashtë Kosovës. Deri më 11 tetor 2025, votuesit e regjistruar jashtë Kosovës duhet të dërgojnë pakun e tyre me fletvotime në ndonjëra nga kutit postare të KQZ-s. Policia e Kosovës është pjesë e garës King Abdullah Special Operation Training Center në Jordani. Këtë vit, pjesëmarrëse janë 38 ekipe të shteteve të ndryshme të botës. Në këtë garë, njësitet elite policore, si dhe ato ushtarake, po garojnë në disa disiplina me shkallë të lartë të vështirësisë dhe taktikës si gjuajtje me armë të llojeve të ndryshme dhe marshime me pesha të rënda. Ekipi policisë së Kosovës ka arritur të futet në pjesën finale të garave King Challenge, ku pjesëmarrëse në këtë fazë do të jetë 15 ekipe.
I dërguari special i SBA-s Steve Witkoff dhe dhëndri presidentit të SBA-s Donald Trump, Jared Kushner, do të bashkohen të mërkurën bisedimeve për planin e paqes në Gazë midis negociatorëve izraelit dhe të Hamasit në Egjipt. Mboritja e tyre vjen ndërsa dita e dytë e bisedimeve indirekte të martën përfundoi pa rezultate të prekshme, ka thënë për BBC një zyrtar i lartë palestinez i njohur me negociatat. Trump mbajti një ton pozitiv, ndërsa izraelitët shënuan për vjetorin e dytë të sulmeve të udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor, duke thënë se ekziston mundësia që të kemi paqe në lindjen e mesme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk komentoi mbi statusin e bisedimeve, por u tha izraelitëve se ishin në ditë vendimtare. Kryeministri i Katarit Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, i cili shihet si një ndërmjetës kryesor, do t'i bashkohet gjithashtu bisedimeve, tha një zyrtar për agjencinë e lajmeve Reuters. Pjesëmarrja e Al Thanit kishte për qëllim të shtynte përpara planin e armpushimit në Gaza dhe marrëveshjen për lirimin e pengjeve, tha zyrtari. Pritet që ati t'i bashkohet edhe kreu i inteligjencës turke. Një zyrtar izraelit tha se seanca e mëngjesit përfundoi pa rezultate të prekshme mes mosmarrëveshjeve mbi hartat e propozuara të tërheqjes izraelite nga Gaza dhe mbi garancitë që Hamasi dëshiron të sigurojë që Izraeli të mos rifillojë luftimet pas fazës së parë të marrëveshjes. Trump ju drejtua shqetësimeve të martën duke u thënë gazetarëve se ne do të bëjmë gjithçka që është e mundur për t'u siguruar që të gjithë të përmbahen marrëveshjes. Më parë një zyrtar palestinez tha se negociatat ishin përqendruar në 5 çështje kryesore: një armpushim i përhershëm, shkëmbimi i pengjeve që mbahen ende nga Hamasi për të burgosurit dhe të paraburgosurit palestinez nga Gaza, tërheqja e forcave izraelite nga Gaza, marrëveshjet për shpërndarjen e ndihmës humanitare dhe qeverisja e territorit pas luftës. E kryenegociatori i Hamasit Khalil Al-Haya, të cilin Izraeli shënjestroi muajin e kaluar në një seri sulmesh ajrore në kryeqytetin e Katarit, i tha televizionit Al Kahira News të lidhur me shtetin egjiptian se grupi kishte ardhur për të zhvilluar negociata serioze dhe të përgjithshme. Komiteti i Nobelit ka njoftuar se çmimi i si vjetëm për kimi është dhënë 3 shkencëtarëve, punaj të cilëve do të mund të ndihmojnë në luftën kundër ndryshimeve klimatike, si dhe zvoglimin e ndotjes globale nga masat plastike. University, Japan. Komiteti i Nobelit ka njoftuar se çmimi si vjetëm për kimi i është dhënë Susumu Kitagawas, Richard Robson dhe Omar M. Yagi për punën e tyre në kornizat metalorganike, e cila do të mund të ndihmon në zgjidhjen e disa prej çështjeve më të mëdha të planetit, përfshirë ndryshimet klimatike dhe gjetjen e zgjedhjeve për ndotjen globale nga masat plastike përmes kimisë. 3 shkencëtarët kanë filluar punën në kornizat metalorganike pavarur nga njëri tjetri, por kanë arritur në rezultate të njëjta, të cilat dëshmuan se ndërtimi i hapësirave të mëdha mes molekulave të substancave të ndryshme do të mund të përdoret për të krijuar dhoma përmes të cilave atmosfera do të mund të lirohet nga dioksidi i karbonit, si dhe nga plastika të cilat vazhdojnë të krijojnë ndotje. Edhe pse deri me tani këto struktura janë përdorur vetëm në shkallë të vogël, kompani të ndryshme kanë filluar kërkimet në gjetjen e sistemeve, me të cilat zbulimet e 3 shkencëtarëve do të mund të përdoren në shkallë të madhe për të ndihmuar ambientin. Ndoqët lajmet në RTK, faleminderit që ndruat me ne, mirupafshim.